Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana lil-Islam, alhamdulillahi rabbil alamin, الذي يتودد إلى عباده المؤمنين ويدلهم على تجارة تنجيه من عذاب أليم وهو المرجو في كل الحالات ومستجيب للدعوات وهو قاضي الحاجات فله الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واصطفاه وكرمه وشرح صدره واتخذه خليلا وكلمه تكريما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, falënderimet dhe madhërimet i përkasin Allahut të madhëruar i cili na ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Falënderimet, madhërimet, lartësimet e pafundme i përkasin Allahut të madhëruar i cili ka dërguar për ne profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të na nxjerrë nga errësira në dritë, nga humbja në udhëzim, nga ignoranca në dituri, prandaj të gjitha begatit, mirësit, falënderimet e madhërishme i përkasin Allahut të madhëruar dhe qofshin mbi profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të gjitha salavatet e Allahut të madhëruar. Allahu i madhëruar thot: dhe kështu ne ju bëm ju një popull të mesëm, një umet të mesëm, të drejtë, pra të ekuilibruar, që t'jeni dëshmitar ndaj njerëzve, dhe që i dërguari të jetë dëshmitar ndaj jush. Dhe ne nuk e caktuam kiblën që të ishe në të më parë, vese për ditur, për dalluar se kush e ndjek të dërguarin dhe kush kthehet mrapsh. Dhe vërtet, kjo ka qenë e rënd përveç për ata që Allahu i ka udhëzuar dhe Allahu nuk është që t'ju humb besimin tuaj, vërtet Allahu është ndaj njerëzve shumë i dëmshur, shumë mëshiros. Kjo ajet është një prej ajeteve më të mëdha që flasin për përzgjedhjen e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për nderin e tij, por edhe për përgjegjësinë e rëndë që e shoqëron këtë nder. Allahu i madhëruar na tregon se ky umet është bërë umet i mesëm, mesatar. Dhe kjo fjalë përmbledh një kuptim shumë të gjerë: drejtësi, ekuilibër, besnikëri, përzgjedhje dhe qëndrueshmëri në të vërtetën. Në këtë ajet tregohet se Allahu i madhëruar ka dalluar këtë umet në begati që popujt e tjerë faktikisht ja kanë zili. E kanë zili për Kur'anin që është zbritur profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E kanë zili për ditën e Xhuma, e cila bën shenjë dalluese e këtij umeti. E kanë zili për festat e bajrameve. Dhe nga begatit më të mëdha, më madhështore, që Allahu i madhëruar ja ka dhënë këtij umeti janë shpërblime të shumëfishta në ditën e gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka sjellë një shembull duke na konkretizuar me një pronar i cili ka punësuar disa punëtor. Punëson të parin para dite. Zaj ikë, nuk e plotson punën dhe jep 1 dinar. Vjen një tjetër deri për qendi, ikën dhe jep 1 dinar tjetër. I treti vjen dhe punon deri për akşam, e plotson punën dhe ai jep 2 dinar. E shpërblen 2 fish, edhe pse punoi më pak. Kur ankohen të parët, ajo thot: a ju mangësova ju gjë nga ajo që u dhash, nga ajo që u takonte?
thonë ja, atëherë thotë kjo është mirësia ime, ja jap kujt dua. Ky shembull simbolizon ummetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jeta më e shkurtër, veprat me kohë më të pakta, por shpërblimi është më i madh. Ka është dhurat nga Allahu i madhëruar. Po kështu profeti sallallahu alaihi wasallam ka shprehur shpresë të madhe që ky ummet të jetë shumica e banorëve të xhenetit, duke thënë se shpreson që të jenë 2/3 e banorëve të xhenetit. Kjo tregon se Allahu i madhëruar ka përzgjedhur këtë ummet me një zgjedhje të veçantë, duke e hapur dyert e begatisë. Çfarë do të thotë ummet mesatar? Allahu i madhëruar ka bërë këtë ummet të mesëm. Kjo do të thotë jo ekstrem, jo i prirë në teprim, dhe jo i prirë për neglizhencë. Jo i humbur, dhe jo për atyre të cilëve Allahu i madhëruar se i zemëruar me ta, sikur se thotë në Kur'an, surën Fatiha, që ka fjalën për krishterët dhe që futët. Pra ky ummet duhet të jetë i tillë që kur të lutet namaz, pra ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë, kjo lutje të mos mbetet vetëm fjalë, por të jetë program jete. Rruga e drejtë është rruga e mesme, e ekuilibruar. Kur ndryshu kibla, që ne përmendëm në këtë ajetin që citu më lart, nga Beitul Maqdisi, pra nga Jeruzalemi për në Qabe, për në Mekë, kjo bë sprov. Bë sprov se kush e ndjek të dërguarin në bindje dhe kush kthehet mbrapsh. Allahu i madhëruar na bën të qartë se besimtari i vërtet matet kur vjen urdhri e Allahut të madhëruar. Ai thotë, dëgjova dhe u binda. Apo të zgjedh të kundërtën, dhe veproj si pas qefit dhe dëshirës e tij, si pas mendjes vet, si pas asaj që i pëlqen. Dhe kuptimi mesatar është që ky ummet është në sinkron, në harmoni me natyrën e drejtë njerëzore. Dhe njëkohësisht në pajtueshmëri me shariatin islam, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar këtë kuptim. Kur lexoj ajetin, ai shpjegoi me fjalë që japin kuptime të mëdha. Mesatar do të thotë besnik dhe i drejtë. Ky ummet është besnik në transmetimet e tij. Nuk shpik gjëra në fe. Nuk gënjen për Allahun e madhëruar dhe nuk jam vesh profetit sallallahu alaihi wasallam fjalë që ai nuk i ka thënë. Ai është i drejtë në gjykime dhe në fjalë. Kjo është baza e ummetit mesëm, drejtësi dhe besnikëri. Dhe kjo është një nga tiparet më madhështore. Njeriu të jetë i drejtë, mos bëj padrejti, mos bëj shtrembërime për të vërtetën. Të mos e përdor fen për interesin e tij personal, por të jetë i sinqert. E dyta, mesatar do të thotë i zgjedhur. Ky ummet është i zgjedhur në mesin e popujve. Ne jemi të fundit në kohë, po do të jemi të parët në ditën e gjykimit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pa dyshim që është prisi i gjithë njerëzimit. Ai ka thënë, unë jam më i miri i njerëzve në ditën e gjykimit dhe nuk po mburrem. Edhe profeti Isa alayhis salam, kur zbres në fund të kohës, do të ndjek profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të gjykojë me sunetin dhe shariatin e tij, dhe do ta zbatojë sunetin e tij. Pra, e treta mesatar do të thotë i kapur pas rrugës së drejtë. Larg dy skajeve, ky ummet nuk ndjek rrugën e të humburve, dhe as rrugën atyre me të cilët Allahu është i zemëruar. Është midis dy grupeve, midis atyre që e teprojnë, që i kalojnë kufit, dhe midis atyre që e neglizhojnë dhe që i lënë pas dore urdhrat e Allahut. Dhe ky ekuilibër është pra vetë feja islame. Sirat al-Mustaqim, rruga e drejtë, është suneti profetit sallallahu alaihi wasallam dhe zbatimi i urdhrave të Allahut. Pra kush e zbaton shpalljen, ai është mesatari. Profeti ka thënë, ruajuni nga teprimi. Dhe këtë kur e tha, kur po gjute gurët në mina në xhamarat, tha kështu si kur po gjuju në gjuni, dhe mos e teproni, ruajuni nga teprimi. Dhe kjo nuk është vetëm një çështje, por në çdo gjë, në fjalë, në gjykime. Teprimi nuk ndodh kur njeriu i jep dikujt atë që meriton.
por ndodh kur e ngren në një pozitë që Allahu nuk e ka dhënë. Kështu e tepruan kishtrerët me Isaiin alayhis salam. Nga ana tjetër, kush e njeh dhe kush vepron në këtë formë u ka përngjasuar hebrejve. Teprimi shfaqet edhe në veprat e zemrës. Të duash dikën me një dëshëri që e ngre mbi vendin e tij, ose ta urresh dikën në urrëtie të tepruar. Pra Allahu i madhëruar e lidhi mesatarin me dëshminë. Allahu i madhëruar thot që t'jeni dëshmitar ndaj njerëzve. Pra mesatarja nuk është thjesht cilësi personale, por është një mision, është përzgjedhje që Allahu i madhëruar ja ka bërë këtij ummeti, është përgjegjësi. Dhe kjo dëshmi shfaqet në 3 fusha. Dëshmitar në ditën e gjykimit, në ditën e Kiametit. Ummeti i Muhamedit, profetit sallallahu alaihi wasallam, do të dëshmojë se profetët e kanë përcjellë mesazhin. Kjo vërtetohet në shumë hadithe të sakta. Dëshmitar në gjykime dhe në rrugë të përbashkët. Ky ummet nuk bashkohet në humbje. Ta kemi qartë. Prandaj dietarët kanë marrë argument se ixhmaja, marrëveshja e ummetit është provë, është argument. Pra largimi nga rruga e besimtarëve është rrezik i madh. E treta, dëshmitar në lavdrim dhe në qortim. Ajo që përhapet gjerësisht në mesin e njerëzve për mirë apo për keq, ajo ka peshë. Ku bazohemi? Profeti sallallahu alaihi wasallam kur kaloi një herë i xhenaze. Njerëzit e lavdruan. Ai tha u bë detyrë. Pas pak kaloi xhenaze tjetër. Njerëzit e qortuan, nuk folën mirë për të. Ai tha u bë detyrë. Sahabët u bëni përshtypje dhe pyetën profetin sallallahu alaihi wasallam dhe thanë, të dëgjuam që the u bë detyrë. Për çfarë kishte fjalën? Ai thot, kaloi xhenazja parë, ju e lavdrut dhe ati ju bë detyrë xheneti. Kaloi xhenazja dytë, ju nuk e lavdrut, pra nuk folët mirë me të, ati ju bë detyrë zjarri. Kjo lidhet edhe me çështjen e dijes. Dija nuk merret nga kushdo. Imam Maliku nuk dha fetva, nuk u ul në atë karrigën e tij që t'jepte fetva derisa dëshmuan për të 70 dietar tjerë. Pra dija merret nga njerëz të njohur për dituri, për besnikëri, për drejtësi. Imagjinoje sot të ishte gjallë Imam Maliku dhe shite se ne sot e marrim dije nga ChatGPT-ja. Apo nga dietar të rrem, ruhuni. Rreziku i kohës sonë, dija merret nga ajo të denjët. Ummeti është goditur kur e ka marrë dijen nga jo kompetentët, nga njerëz që pretendojnë dituri, por janë të paditur. Ruhuni pra nga dietarët e rrem. Pastaj njerëzit marrin prinjës të paditur, që humbasin vetë, humbasin dhe tjerët. Pastaj është tregimi për Havarixhet në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, një band për tyre, disa bandit për tyre dishin në rrugë dhe nalonin njerëzit. Nalon njerëzit dhe i thonë, a je musliman? Musliman thotë, dhe shahadet, jam musliman. Qa thu për Aliun? Po prisi jonë, flet mirë për Aliun. Ja heqin kokën, ja copën trupin copa. Kalon një hebre, i thonë, a je musliman? Jo, thotë, jam qifur. Kalo thotë, s'kemi punë me ty. Imagjinoje deri ku pati arrit teprimi në kohën e tyre. Si bëhet njeriu i mesëm dhe i drejtë. Kjo arrihet me ndjekjen e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar bëri ndryshimin e kiblës që ne përmendëm pak më parë si sprovë për ditur kush e ndjek të dërguarin. Pra matësi i kësaj mesatarie është a ndjek urdhrin e Allahut, a ndjek sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Apo zgjedh sipas qefit. Urdhat e Allahut janë ata që Allahu i ka zbritur në librin e tij. Dhe ata që Allahu i madhëruar ja ka shpallur profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse ai nuk flet nga dëshira, por nga shpallja.
Kur vjen urdhri i Allahut të madhëruar dhe të dërguarit e tij, besimtari i sinqert thotë dëgjova dhe u binda. Ai vendos kufi mendjes së tij dhe nuk e takalon shpalljen. Ai e lë dëshirën personale kur ndeshet me urdhrin e të Madhit Zot. Prandaj ata që kanë humbur për shkak të neglizhencës dhe lëshimit në Kur'an. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë shkatrimi i umetit tim është në Kur'an. Vallë, Kur'ani është shkatrim. Kur'ani është shkatrim për umetin kur ne e keq interpretojmë, e shpjegojmë, e zbatojmë sipas dëshirës dhe qefit tonë. Dhe i hapim derën e epsheve dhe ideve të devijuara. Prandaj njohja e Kuranit dhe Sunetit nuk arrihet me iluzione, dëshira dhe epse, por kërkon përkushtim, mësim, shoqërim me dietarët, respektim të kufive të diturisë dhe largimin nga kundërthënjet që njeriu i ngrit me kokforcinë e tij. Dhe si përfundim themi se kjo ajet përmbledh 3 çështje madhështore. Umeti duhet të jetë i mesëm, pa teprim dhe pa neglizhencë. Pasojat e kësaj mesatarje është dëshmia në dunja dhe në ahiret. Profeti sallallahu alaihi wasallam është dëshmitar për ne vetëm nëse ne ndjekim dhe pasojmë atë. E treta, kjo arrihet duke mposhtur dëshirën, duke lënë mendimin personal dhe të bindur shpalljes së Allahut të madhëruar. Dhe me kaq e lutim Allahun e madhëruar, na bëj dobi për sa folëm dhe ngjumë, na i falë mëkatet dhe gjunafet tona, na bëj nga banorët e xhenetit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il mu'minina kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.